Përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të bëjmë një recetë shumë të shijshme sepse tek ne është ftohur koha dhe kur ftohet koha duhen gjëra të mira. Do të bëjmë byreqe trekëndëshe me gjizë, po në një mënyrë shumë të thjeshtë, më thjeshta që kemi bërë ndonjëherë. Mund ta bëjnë edhe fillestarët, por edhe ato zonja që dinë të bëjnë shumë mirë byrek, ta shohin videon deri në fund sepse do të kënaqen dhe jam e sigurt që secili nga ju do ta përgatisë. Do të na duhet 600 gram miell, unë kam marrë një miell të tipit 0 i cili është për çdo përdorim. Tek mielli do të shtojmë një lugë çaji me krip. Tani do të shtojmë ujë 250 deri 300 ml ujë, sa na formohet një brum, jo shumë i fortë, jo shumë i butë, elastik dhe jo ngjitës në përduar. Ujin e kam ujë ambienti. Brumin e kemi gati, thjesht e kam gjesur për rreth 5 minuta dhe më falni kam gabuar, duhen 300 deri 350 ml ujë, jo 200-250, se unë jam mësuar që bëj zakonisht 500 gram, por sot kemi 600 gram miell dhe 600 gram miell bëhen me 300-350 ml ujë. Do lëm të pushoj 5 deri 10 minuta dhe pastaj do vazhdojmë ta punojmë. E mbulojmë pak që mos na thahet. Brumin do e ndajmë në 15 pjesë të barabarta dhe me secilën pjesë do të formojmë nga një top të vogël. Gjithashtu kam harruar t'ju kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe, të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni sa herë postoj një recetë të re, postohen disa receta të reja gjatë gjithë javës dhe gjithashtu nëse shkoni në fund të kësaj video, në fund fare do ju shfaqen 4 recetat më virale e më të pëlqyera në profilin tim, janë ato recetat që ju klikoni dhe gatuani më shumë. Vazhdojmë të ndajmë brumin në 15 pjesë të barabarta, siç e thash. Me çdo pjesë nga brumi do të formojmë topsa të vegjël. Kështu duhet të duket brumi pasi e kemi mbështjellë. Dhe kështu do i punojmë me radhë që të gjithë topsat e vegjël. Që nga ky moment për hapjen e petëve do të përdorim dhe do të spërkatim me niseshte, sepse niseshteja bën që petët na ndahen më mirë nga njëra tjetra dhe byreku na bëhet më krokant. Të gjitha pjesët e brumit duke i spërkatur me nga pak niseshte, do i hapim petë pak më të mëdha se pëllëmba. Kaq duhet jetë peta, pak fare më e madhe se pëllëmba. Kemi bërë hapjen e të gjitha petave të vogla dhe tani do ju tregoj si do të veprojmë për hapjen e petave të mëdha. Tu jam duke shkruar rreth 70 gram gjalp. Gjalpin e shkyrë do e bashkoj me 50 deri 70 ml vaj. Do të bëjmë bashkë nga 3 petë, duke i spërkatur si fillim me vajin dhe gjalpin që përgatitëm, kujdesuni që mos ta teproni, pra t'jetë një shtresë e hollë,
por jo shumë e bollshme, që peta mos ta bëhet qullet, kjo është ideja. Do e spërkatim edhe me pak nisë shte. Dhe kështu do të vazhdojmë me ranë në petën e dytë. Edhe pak nisë shte. Dhe do të vendosim petën e tretë. Dhe tani nuk kemi nevojë që të shtojmë më asgjë tjetër. Kështu do të veprojmë me të gjitha petat me radhë. Kemi bërë 5 grupe me nga 3 peta të vogla dhe me secilin prej tyre do të hapim një petë të madhe. Në petën e parë kam hapur, tani petën e dytë do e hapim bashkë. Për mbushje kam rreth 500 gram gjizë, me saktësi të them të drejtën. Nuk e di sepse është gjizë që e kam bërë vete, sa po bërë. Në fakt, do fillojmë të hapim një petë të madhe, nuk do na duhet fare ai apo petë i hollë, do hapim vetëm këtë të trashe, do të hapim një petë të madhe, jo shumë të madhe, kështu që edhe nëse jeni fillestar, mos u tremni sepse bëhet vërtet shumë lehtë. Nuk ka nevojë që të hapim shumë, edhe pak në anën tjetër. Dhe është e mjaftueshme. Tani petën do e ndajmë në 4 pjesë të barabarta. Do të shtojmë në secilën pjesë rreth një lupë që edhe me gjizë. Lini pak hapësirë për të bërë ballosën dhe pastaj vendosni mbushje. Petës parë nuk ja holla, por kësaj mendoj t'i hedh pak yndyr në brendësi sepse do e bëj edhe më të shijshme. Tani fillojmë të bëjmë palosjen e trekëndshave. Janë mbyrëshje trekëndsha të vegjël, shumë të përshtatshme edhe në rast se keni ftuar. Ja kështu. Ky është fiks. Heqim pak ceplat nëse ka nevojë. E kështu vazhdojmë bëjmë palosjen e gjithave. Bëhet shumë lehtë. Mjafton të ndiqni këto ansoret e petës. Dhe ja kështu. Nëse mbetet pak cep si rasti i kësaj pjese, do thjesht do e presim pak me këtë prersën. E ja ku jemi, do mundohemi t'i rregullojmë cepat. Nëse nuk na dalin dhe aq të rregullt. Tepsitë të cilën e kam lyer me këtë yndyrën që kishim këtu. Dhe të njëjtën gjë do të bëjmë me të gjitha petat e tjera, pra shihni se sa lehtë dhe sa të shijshëm do, nëse i provoni do e shihni edhe se sa të shijshëm që do të bëhen. Byret ka t'i kemi gati për furrë, po i lyej në sipërfaqe
me ngjyrën që kishim përgatitur dhe tani më njëherë do i fusim në furrë, por duhet t'ini kujtuar që furrën ta keni ngrohur më parë në 200 gradë Celsius. Me vendilim do i shohim, mund të kenë nevojë që t'i ngrem pak edhe në 220 gradë Celsius dhe janë gati. Kur me sy e shihni që kanë marrë ngjyrë të artë në sipërfaqe, do i pikim tek rreshti i fundit fare i furrës, pra nga fundi. Dhe pikja nuk zgjat më shumë se 15 minuta, gjithsesi ajo që na e tregon saktë është syrë. Dhe shikoni pak si duken, sa po kanë dalë nga furra, super krokant. Shikoni pak se si kanë dalë në brendësi. Janë hapur fije për fije. Dhe këto pra ishin byreçkat tona, sa po kanë dalë nga furra, shiko si janë hapur 8 në 8, ne do hapim njërin në brendësi që ju ta shikoni, ju bëf të mirë nëse i provoni. Jam e sigurt që nëse i provoni do ju pëlqejnë, shihemi dhe dëgjohemi në videon e radhës. Dhe si gjithmonë nuk do harroj t'ju kujtoj, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë re, postohen disa receta të reja gjatë gjithë javës.